Ne vim këtu në këtë forum botëror për të paraqitur problematikat e mëdha të Shqipërisë dhe rajonit në këndvështrimin ton, për të debatuar dhe diskutuar këto probleme me aleatët tanë, probleme madhore që kanë të bëjnë me sigurinë e rajonit, probleme madhore që kanë të bëjnë me procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pengesat shumë serioze që Edi Rama me shtrimën e Shqipërisë në një autokraci elektorale apo diktaturë autoritare i ka bërë dhe i bën procesit të integrimit me ndërtimin e narkoshtetit të parë dhe të vetëm në Europë. Pra kemi përveç faktit që dihet që klanet e drogës janë sot vendimarrësit kryesor dhe më të rëndësishëm, por ato, siç kanë faktur zbulimet e fundit, ato arritën të kontrollojnë të gjithë internetin e Shqipërisë me të gjithë të dhënat e shqiptarëve. Kështu që në këtë aspekt përbëjnë një rrezik dhe kërcënim serioz për sigurinë jo vetëm të Shqipërisë, por dhe të rajonit dhe me gjërë.